Bogdani që devijoi me kokë në zonë dhe to Kostadini goditë dhe gol! Megjithatë ekzekutimi ishte perfekt, ishte një nga golet që Fyra Sali atje nuk i bën ordineve, nuk i bën normali bën bukur gjithmonë. Kjo është kombëtarja me të cilën ne krenohemi dhe me këtë ndeshje duhet të krenohemi. Kuqezin si asnjëherë më parë lën gojë hapur të gjithë në Qemal Stafa duke mposhtur një rival shumë të fortë për nivelin tonë si Bielorusia, por shumë e vogël përballë këtyre kuqezinëve në këtë mbrëmje të sotme. Si asnjëherë më parë përfaqësuesja jonë zhvillon 45 minuta krejtësisht në sulm, në presinge duke mos lënë për asnjë moment kundërshtaren t'i afrohet portës sonë e jo më të rrezikojë. Ndryshe ndodh me portën bieloruse ku portieri Vermenko kthehet në ero për ta, të paktën për 45 minuta, ndërkohë që Sali ishte në një gol që vetëm për gjyqtarin kryesor ishte i parregullt. Një goditje Canas ndalet në travers, duke mbyllur këtë pjesë të parë me statusin e të pafatit. Me fillimin e pjesës së dytë kundërshtarët zbulojnë për herë të parë me këtë goditje këndi se ne kishim portier. Ujkani deri në këtë minutë nuk ishte vënë asnjëherë në provë, por vetëm kaq edhe për këtë pjesë. E pabesueshme, por kuqezin mbajnë sërish një ritëm të lartë loje e sulmojnë duke ushtruar presion dhe kundërshtarit, i cili duket të ishte vetëm një, portieri bielorus Sergej Vermenko. Për të mposhtur atë e për të kaluar në avantazh vjen në ndihmë një nga mbrojtësit kundërshtar i cili e mundësinë Sali të shënojë e Qemal Stafës të shpërthejë në delir. Një atmosferë që vazhdon e tillë deri në përfundim të këtij takimi të rrallë për ne. Me këtë skuadër të cilës nuk mund t'i gjesh defekte apo ndonjë lojtar që vlerësohet më shumë. Thjesht ishte një Shqipëri që meritonte notën 10, bashkë me trajnerin e mbi të gjitha bashkë me 13.000 tifozët e pranishëm. Me këtë fitore kuqezin ngjiten në vendin e tretë në grup me pikë të barabarta me Bielorusinë në vendin të dytë. Ndeshja radhës e përfaqësuese sonë është ajo me Bosnjë Hercegovinën në transfert më 6 qershor.